Shërbimi shëndetësor për pushuesit vijon në 36 qendrat shëndetësore verore në të gjithë vendin. Për herë të parë këtë sezon turistik, po zbatohet kuadri tarifave për shërbimet të caktuara shëndetësore vetëm për turistët e huaj. Gjatë inspektimit në qendrën shëndetësore verore në Lezhë, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala theksoi se tarifat nuk prekin në asnjë rast qytetarët shqiptar. Është një risi që kemi futur këtë vit, pagesën për shërbime shëndetësore nga turistët e huaj, e theksoj dhe një herë nga turistët e huaj, jo mbështetësit shqiptarë që sigurisht vazhdon falas siç ka qenë gjithmonë. Por për pushuesit e huaj kemi futur tarifa të thjeshta. Të ardhurat nga këto tarifa do të përdoren nga vetë qendrat shëndetësore. Ato të ardhurat të përdoren në një mënyrë të tillë që të investohet pastaj në përmirësimin nga vetë qendrat shëndetësore. Pra krijon një lloj autonomie financiare të qendrave shëndetësore për të reinvestuar ato që të ardhurat që krijojnë nëpërmjet këtij shërbimi. Që nga nisja e sezonit turistik, mbi 17.000 pushues kanë marrë shërbimin në këto qendra, ndërsa rreth 21% e tyre kanë qenë turistë të huaj. Një tjetër risi është pajisja e të 36 qendrave shëndetësore verore me sistemin e pagesave elektronike.